mezi po presim përfundimin e dhjetorit për të nisur një kapitull të ri. Po më du me besu që 2020 i ka ruajtur gjërat më të bukura për fund vet. E kjo atmosferë këtu ma dëshmon këtë. Duket se njerëzve atmosfera në qashin e vjetër të Gjakovës po u shijon shumë. Duke shpresuar që ajo që na pret vitin e ardhshëm është më e bukur se ajo që po lëm pas, vizitorë edhe nga vende të tjera nuk kursyejnë fjalët e mira për zbukurimin e kësaj pjese të qytetit. Sinqerisht po më pëlqen shumë edhe po më pëlqen kjo atmosferë me drita, muzika, edhe krejt njerëz dyshysh pak si të ngrohtë, edhe besoj që nështë uri këtu një farë disponimi që na ka mungu të në vitin, po këto festat e fundit pak po na ngrohen si cilin prej neve. Unë e kalova seshtë për më duket shumë bukur. Në këtë zhënti në cilin jemi, edhe këto drita rrisin për disponimin edhe eki për depresionin e masë që i ka kapë mas kësaj Covidit. Pranë dekoreve të cilat me aq kujdesi kanë rregulluar pronarët e bizneseve, ne ndaluam për një bisedë në shoqërinë e çokoladës së ngrohtë. Muaji dhjetor është padyshim muaji më i bukur, për arsye se janë festat e fundvitit. Të dritat na përqojnë shumë lumturi, dashni, paqe, edhe kena shumë nevojë për arsye se puna e pandemisë na ka kufizuar disa sene. Për këtë arsye ju uroj krejtëve vitin 2021 edhe shpresoj që të jemi gjithë mirë me shëndet. Gjallëria po mbizotron këto jashtë, por të shohim çfarë atmosfere ka brenda këtij lokali. Me padurim prisnim të shijojmë koktejlet që përgatisin në këtë lokal. Shumë e mirë. Vegan apo më tregon pse zgjodhe pikërisht këtë koktejl? E vërteta që dominoi ke ngjyra kuqe. Po pasi që ngjyra kuqe karakterizon festat e fundvitit, jemi mundu me përshtat paka shumë ngjyrave të ambientit, festave dhe gjithashtu gëzimeve. Apo vren fluks të shtuar të klientëve tash me fillimin e festave? Javën e fundit po, pasi që e kemi kriju dhe mundësin pse më ardhë me na vizitu dhe besoj që edhe javën e ardhshme kemi me pas vizitor, ala ma tepër se kemi me pas atraksione të reja në terasat e lokaleve tona. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see the future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark, you between my arms.
across, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I am not an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Shqipë më pëlqenjë shumë dritat, edhe unë jam adhuruese shumë e madhe e dritave, më pëlqenjë shumë dritat, edhe kisha pas dëshirë se secili anëtar i familjes ta festoj këtë vitin e ri shumë lumtur. Magjia qëndron tek fillimet e reja, andaj prej këtu ne po ju lëmë me shpresën që atmosfera festave të dhjetorit të ndriçojë zemrat e secilit.